Porositë e profetit Muhammed, paqja qoftë mbi të dhe mbi familjen e tij, për Imam Aliun, paqja qoftë mbi të. Xhafer ibn Muhamedi ka transmetuar nga babai i tij, nga gjyshi i tij, nga Ali ibn Ebu Talibi, se profeti Muhammed, paqja dhe bekimi i Allahut qoftë mbi të dhe mbi familjen e tij, ka thënë: 1. O Ali, po të jap disa porosi. Nëse i ruan porositë e mia, do të kesh mirësi. 2. O Ali, besimtari ka 3 shenja: namazin, zekatin dhe agjërimin. 3. O Ali, akuzuesi ka 3 shenja: i lajkaton njerëzit me gënjeshtër kur i sheh, i përgojon kur nuk janë të pranishëm dhe gëzohet për fatkeqësinë e tjetrit. 4. O Ali, për burrin ka 3 shenja: është aktiv kur ndodhet me njerëzit dhe përtac, kur është i vetëm dhe do të lavdërohet në të gjitha çështjet e tij. 5. O Ali, lexoje suren Yasin, sepse në të ka 10 të mira. Nëse e lexoni urituri, ngopet. Nëse e lexoni jeturi, i shuhet etja. Nëse e lexoni zhveshuri, Allahu i madhëruar e vesh atë. Nëse e lexon beqari, martohet. Nëse e lexoni friksuari, Allahu e siguron. Nëse e lexoni sëmuri, shërohet. Nëse e lexoni burgosuri, Allahu e shpëton nga burgu. Nëse e lexon udhëtari, Allahu i madhëruar e ndihmon në udhëtimin e tij. Nëse i lexohet të vdekurit, atij i lehtësohen momentet e daljes së shpirtit, ndëshkimi dhe dënimi. Nëse e lexoni humburi, Allahu e udhëzon. Nëse e lexon pronari i diçkaje të humbur, ai e gjen atë.